Mirëdita, dëgjohen, të nderuar kolegë dhe përfaqësues të medias. Sot më datën 17 dhjetor 2025, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare për tremujorin e 4. Informacioni i marrë në analizë sugjeron se ekonomia shqiptare ka vijuar të ndjek një trajektore pozitive zhvillimi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2025. Kjo ecuri pasqyrohet në rritjen solide të aktivitetit ekonomik, mbajtjen e inflacionit nën kontroll, si edhe në konsolidimin e treguesve kryesor të shëndetit ekonomik dhe financiar të vendit. Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka patur një rol esencial në këtë kontekst. Qëndrimi i saj konsistent me objektivin tonë stabilitetit çmimeve dhe fleksibiliteti operacional kanë kontribuar në ankorimin e pritjeve për inflacionin dhe kanë gjeneruar kushte financiare të përshtatshme për rritjen e konsumit dhe të investimeve të familjeve dhe të bizneseve. Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Ekonomia pritet të rritet pranë potencialit të saj gjatë horizontit afatmesëm, ndërsa inflacioni pritet të kthehet në objektiv gjatë 6 mujorit të dytë të vitit 2026. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë gjykoi se qëndrimi i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Lejoni të afroj në vijim një pasqyrë më të detajuar të opinionit ton mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, si dhe të detajoj vendimin e politikës monetare që mori Këshilli Mbikëqyrës i Bankës në mbledhjen e sotshme. Inflacioni i çmimeve të konsumit rezultoi në nivelin mesatar prej 2.2% gjatë muajve tetor nëntor, duke shënuar një rënje të lehtë nga tremujori i tretë. Kjo ecuri u diktua më së shumti nga ulja e inflacionit të artikujve ushqimor. Paralelisht me to, rritja e shpejtë e çmimit qeras u frenua në muajin nëntor, kontributi negativ i inflacionit të naftës u zbeh plotësisht, ndërsa inflacioni i artikujve të tjerë rezultoi përgjithsisht i qëndrueshëm. Në terma makroekonomik, presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të jenë në linjë me objektivin e stabilitetit të çmimeve, duke pasqyruar një ekuilibër më të mirë të kërkesës dhe të ofertës në tregun e produkteve. Nga ana tjetër, presionet e huaja janë dobësuar më tej në pasqyrim të rënies së çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare dhe mbi çmimin